Që nuk i keni raportet mira, ka pas lajme që nuk i keni raportet mira. Nuk do të komentoja raporte, po kemi dallime në qëndrime të cilat janë të qarta, janë publike dhe nuk është as në interes të qytetarëve, as në interes të Kosovës që ato mos të thuhen publikisht. Por ndoshta për detaje ndonjëherë tjetër. Në qoftë se doni pak me këngë Dafinës me vazhdu, e ka një tretash para një muji. Me kast, mjeshtëri mashtrimeve, me kast përsërit si gabimeve, ka edhe këngë tjera Dafina. A është kjo deklarata Vjosa Osmanit që sot po i shkakton telashe brenda grupit parlamentar të vetëvendosjes, respektivisht në mesin e deputetëve të partisë Guxo. Parti kjo që drejtohet nga Donika Gërvalla dhe Faton Peci. Është raportuar gjërë gjatë se bashkëkryetaria e Guxos, Donika Gërvalla, ende nuk ja ka falë Osmanit këtë poshtrim publik, duke bërë që të jetë kundër që ajo të rizgjidhet presidente e vendit edhe për një mandat 5 vjeçar. Mirë po ashtu ka zëra se pro Osmanit është rështuar Faton Peci. Mirë po, kjo mbetet të shihet në ditët në vazhdim, pasi që afati i fundit për zgjedhjen e presidentit është me 4 mars. Derisa kanë mbetur vetëm edhe 5 ditë kohë, në horizont nuk po duket një emër që do t'i përbashkonte forcat politike. Marr parasysh refuzimin e familjes Jashari që ta merr këtë pozitë. Nëse deri të mërkurën e ardhshme Kosova nuk ka president të ri, atëherë vendi me automatizëm shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat duhet të mbahen me së largu 45 ditë. Si ditë preferenciale për këtë zgjedhje po përmendet 12 prilli, afati i fundit i 45 ditësh të përcaktuar me kushtetutë kur nuk zgjidhet presidenti i vendit. Jo, njerëz se kemi, hiç se kemi njerëz.